Miqtë e mi, po fillojmë sezonin e dytë të podcasteve, Phone and Friends, dhe në këtë premierë të themi, unë kam nderin të kem një djalosh të ri, 31 vjeç, i cili punon si guider me turist, sidomos francez, që vizitojnë Shqipërinë. Ai është John Mercoasanaj. Mercoasanaj, në rregull jemi. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Nuk do të flasim për punën tënde, por edhe mund të flasim për punën e vështirë që ti bën, se s'është kaq punë e lehtë që na duket ne. Varet se si e shikon. Vitin e parë më duket më interesant se këtë vit. Është interesante. Johnny ka dhe një të veçantë të tij, e drejtë e tij, i përket komunitetit LGBT. Nuk do të merremi fare me atë, do të merremi me diçka tjetër brenda asaj fushe. Këto ditë po zgjen mediat rrjetet sociale për një projekt ligj që do të bëjë qeveria, ta miratoj parlamenti, lidhur me gjinin, mos jetë vetëm burr grua, po të ketë një gjini të tretë. E drejtë e tyre nuk do merren me atë, ta zgjidhin si duan. Unë do të flas për një gjë tjetër. Pse kërkojnë anëtarët e këtij komuniteti të martohen kur ata mund të bëjnë një jetë normale njëri me tjetrin, dhe s'ka pse të kërkojnë martesë. Sipas teje, pse kërkojnë të martohen? Atëherë, Foni, nëse ne do ta heqim edhe nga koncepti i ndjenjës, sepse askush nuk na ndalon vërtet që ne të rim bashkë, kjo është e vërtet, sikurse edhe njerëzit heteroseksual nuk ndalohen të rim bashkë pa u martuar, edhe neve nuk e kemi këtë. Por nga ana ligjore, nëse do flasim, martesa nuk është vetëm një simbol i dashurisë që ne duam të rim bashkë. Sikurse nuk është, por është edhe një e mirë e përbashkët e dy personave. Dhe do ta flasim këtë. Unë do ta sillja më kollaj me një shembull, po të duash, sepse është më e thjeshtë. Nëse unë do të qëndroja për, le të themi, 20 vite me një partner, i pamartënuar, por ama le ta themi që statusin shoqëror, gjithë shoqëria jonë, prindrit do ta dinin që ishin martuar, dhe unë vdes përpara, ku shkojnë të ardhurat e mia? Ku do shkoj përfitimi im ekonomik që kam bërë? Sepse unë do doja në këtë pikë, sidomos në rastet më të këqija, që atë që kam fituar, t'ja kaloj partnerit tim, dhe jo një familje që ndoshta më ka mohuar deri në atë pikë. Okej, sepse ajo që diskutohet është se sepse këtu është gjithë historia, një njeri, flasim një hetero, martohet një femër dhe një mashkull për të krijuar pasardhës dhe për të lënë trashëgimi. Ju nuk keni atë mundësi biologjike që të lini pasardhës. Këtu ngec zinxhiri dhe nuk vazhdon mendja njerëzore, shumica e njerëzve thotë, këta pse duhet të martohen kur fëmijët këta nuk kanë për të bërë. Unë e kuptova atë që thatë ju, e kuptova shumë mirë, por këta njerëz nuk e kuptojnë këtë që ju u mundua ta thoshit. Po kjo është një mendësi shumë mesjetare ku jeta dhe seksi ishte vetëm për qëllim prodhimi. Dakor? Pastaj seksi është një marrëdhënie e cila, apo dashuria një marrëdhënie që na bën kur kriza fillon. Aty fillon dashuria. Pra, çfarë ndodh me çiftet heteroseksuale të cilat nuk kanë fëmijë? Nuk kanë fëmijë. Çfarë do ndahen? Do ndahen vetëm se nuk kanë fëmijë? Po dashuria atëherë nuk ka kuptim ajo gjë. Kjo koncepti i të pasurit një marrëdhënie apo martesë, vetëm për prodhim, mund ta themi, ka qenë kur kishim nevojë, gjatë luftave dhe mas luftave, gjenerata boomer, bumi i lindjeve në vitet 50-60. Po sot ne nuk po vuajmë më për një nevojë shumë të madhe për këtë lindje të madhe. Megjithatë, sot kemi një gjatësi shumë të madhe në krahasim me 1000 vite më përpara. Sigurisht. Dakor? Kështu që nuk është se kjo do të frenoj jetën të vazhdoj. Ju besoni që ka një përparim për komunitetin tuaj, ka një përparim në Shqipëri, sido që të jetë. Njerëzit kanë filluar të flasin, njerëzit kanë filluar edhe ato paradat që ju bëni, gjithë ato pjesëmarrje që bënin aktivitete të ndryshme në filma, gjëra të tjera. Besoni që kjo është një
një pengesë që do të ka përcjell dhe njerëzit kanë për t'ju kuptuar? Unë mendoj që këtu varet nga interesi i njerëzve. Dhe ajo që shikoj unë, sidomos në ditët e fundit, meqense ti përmende ligjin. Unë nuk do flas për ligjin. Projekt ligj. Për projekt ligjin. Dakor, në këtë projekt ligj, njerëzit nuk e kanë lexuar vërtet, po lexoj revista në të cilat ka lloj interpretimesh, të cilat janë larg asaj që shkruar në projekt ligj. A se ka lexuar njëri, mos e ka lexuar njëri projekt ligjin? Ka dal. Po se kanë lexuar, se kanë lexuar, janë shumë pak që kanë lexuar. Pikërisht. Tani, të gjykosh me një lajm, çfarë do lloj projekt ligji? Nuk po flas vetëm për komunitetin transseksual që përfiton i pari me këtë projekt ligj, le të themi që është sikur të kërkosh informacione të PD-s nga PS-ja. Normalisht që PS-ja do flasë keq për PD-n. E kupton? Tani, merre burimin me informacionin tek origjina. Unë kur dua të interesohem për dikë, shkoj tek origjina, nuk shkoj që më tha ky që kishte thënë ai, nuk është më lajm ky, nuk është më burim informacion. Ky quhet thashë them. Po, por mos kjo ka të bëjë me atë mungesë të PR-it të bërit të më përpara se të bëhet projekt ligji, se të apet të kishte një platformë PR-i se çfarë përmban ky projekt ligj. Nga ata që janë ekspert, ose edhe nga komuniteti juaj, sepse dalin sikur po grihen dy grupe, njëri do familjen, bëjnë sikur duan familjen dhe tjetri nuk do familjen. Nuk do familjen. Por ajo që ju thatë më parë që ne e bëjmë thjesht për çështje trashëgimie, pasurore, martesën, jo se ka ndonjë gjë tjetër. Apo e kam gabim edhe një herë? Shiko, nga ana ligjore, ashtu mund të duket. Nga ana shpirtërore, pastaj është emocionale, unë dua të ndaj këtë gjë që kam materiale, me dikë që duam, dhe po, këtu hyn ligji. Që unë të kem atë të ndarë me atë që duam, më duhet me ligj, se kështu. Por ajo që unë them se shumica jon, nuk ka fëmijë të këtij komunitetit, ose ka të fshehur dhe nuk ka dalë. Mund të ketë, nuk e dim. Dhe besoj që ata ndërgjegjësohen ose bëhen më toksor kur një prej fëmijëve të tyre i thotë që unë dua këtë. Atëherë këta prindër kthehen më një herë dhe atëherë kuptojnë se çfarë po bëjnë. Se deri tani derisa nuk ka ardhur flaka në shtëpinë e tyre, nuk e kuptojnë. Po kur një fëmijë i thotë që baba, mama, unë dëshiroj të jem me dikë dhe do martohem me të, ndërgjegjësohen? Di raste të tilla? Jo domosdoshmërisht. Nuk ndërgjegjësohen. Jo domosdoshmërisht. Të duhet një punë e mirë me prindrit. Domethënë, unë e kam bërë me prindrit e mi vite. Këtu e dekada më përpara dhe mu desh punë që unë t'je edukoja ata. Unë fillova të vija filma matematika LGT në çfarëdo lloj ore, sidomos nga mesditja kështu, hiqja filma turke kështu, edhe vija filma matematike, sepse i vija filma kështu kur shpërthente seksi, shpërthente dashuria, shpërthente mënyra e të hapurit, vetëm që të kuptonte në kontekst, që nuk ka dhe një gjë ndryshe tek pika. Te kjo metodë zuri vend arriti ta bënte këtë? Televizioni ka funksionuar. Televizioni ka gjithmonë funksionuar si një mjet edukimi. Jo, në familjen tuaj funksionon? Po, ka funksionuar, unë ndihem shumë rehat. Që kur e kam bërë, familja ime e di, unë dalë në këtë dua, familja ime e ka takuar ish partnerin tim. Po, dhe ka rënë madje dhe kushurin të dim për mua, unë jam ndjerë shumë rehat. Unë madje u habita pse këta njerëz papritur, u habitën për këtë lajm, kur, më falë, është shumë e qartë që fëmijë, dhe këtu nuk po flas vetëm nga eksperienca ime, po edhe nga e shokëve të mi. Më falë, ti çapër nga një djalë, 12, 13 vjeç, të kërcej aty Britney Spears. Unë do habitesh apo të ishe heteroseksual, sinqerisht, me Britney Spears. Kuptoj. Ti të këndosh aty Rafaela Carrà, Britney Spears,
Beyoncé, Shakira, Hips Online, edhe të kërcesh ashtu, unë do bitesh që t'ishe heteroseksual në atë pikë, dhe sinqerisht. Dakor? Por e kanë edhe të nevojshme ta dëgjojnë. Edhe për ta dëgjojnë prej teje, po edhe të njohin sepse imazhi mediatik nuk është shumë i mirë. Atë po them. Ata të njohin ty, unë madje njoh njerëz që kam miq që më thonë që unë LGBT nuk e dua, por të dua ty. Pse mendon ti nuk ju duan? Nga se më vjen kjo? Mendoj se ka ikur shiko, Gjeni Karaj, do ta përmend. E kemi mikesh. E kemi mikeshën tonë edhe Gjeni Karaj ka bërë një punë të jashtëzakonshme në Shqipëri. Të bëri hapin e parë, tregoi që ne jemi këtu dhe ekzistojmë. Çështja është se tash kemi kaluar atë fazën. Tani nuk duhet ta qëndërthojmë gjithë jetesën tonë tek unë jam gay. Okej? Po pastaj, bravo. Okej. Ku çfarë ndodhi? E kupton, nuk është se në një punë e madhe. E kupton, unë bëj dhe 7 gjëra të tjera. Do me thënë ti do të më shikosh mua Johnny Bënguit, japën si më frëngjisht, më pëlqen edhe të krasist pemët, më pëlqen edhe një qinë burrat, ti tani do fokusohesh vetëm se mua më qinë burrat, sepse kjo është një centralizim i gjithë ekzistencës tënde dhe bie vetëm si një qenie e egër seksuale. Atëherë mund ta them këtë që nëse vjen fëmia me një notë me dëftesën e notave që ka marrë gjitha 10 dhe ka marrë një 9 dhe ne ngelemi te 9. Ja, bravo, është eksaktësisht kjo. Eksaktësisht kjo. Pse u dig aty? E kupton? Domethënë, je shumë i mirë, po ti je edhe një çik më i mirë. E kupton? Mund të përmirësohesh. Hello, nuk kam asnjë problem, jam shumë në paqe me veten time në këtë pikë. E kupton? Por ama edhe neve e kemi për detyrë që ta tregojmë këtë anën tonë që dim të bëjmë gjëra. Kemi studiuar, kur kemi qenë të bullizuar miqtë tanë kanë qenë librat, unë lexoja Albert Camus, ekzistencializmin, Nietzschen kur isha 14 vjeç, kupton, lexosh Nietzschen 14 vjeç e Camus, nuk je më normal. Dakor? Nuk je më normal. Unë nuk ndihem më normal sot, ta them troq. Okej. Arti të pëlqen? Arti po. Çfarë më shumë? Kinemaja. Unë kam dëgjuar që ti çmendesh pas muzikës italiane. Ja. E vërtet? Kinemaja italiane, muzika italiane, sidomos vitet 70, periudha realizmit. Po, më kanë thënë që ti je i çmendur pas shumë këngëtarëve. Mina, mos gabojmë? Ja. Dhe nuk më vjen emri. Pati Pravo, Noemi, çfarë më? Gjithë ditën dëgjon, shikon, bën. Ore, kur unë them njerëzve që shiko, unë jam një person që dëgjoj shumë muzikë italiane. Dhe shkoj me ta dhe ata më vendosin mua një këngë për shembull Ricche Poveri. Ma mua Ricche Poveri është për turistët. Unë të dëgjoj këngë në dialekt. Që kupton. Kuptoj, arrin ti dalloni dialektet. Po, i kuptoj shumë mirë. Dhe njerë për qef përkthej nga dialektin në italisht. Si më krijon një ide tani që dëgjoj ty që ti dhe këngët shqiptare do këngët popullore, turbo folk, je në këtë rrymë, je në këto. Nuk besoj që ti jesh në këto. Në cilën thua ti? Kam këngëtarët e mia shqiptarë preferuar, a? Po. Sigurisht që kam. Sigurisht, po them. Kam, për shembull, ditët e sotme do thoja Marcela Çibukaj. Më pëlqen me stili. Po. Gjithmonë ka pëlqyer Irma Libova. Ikon. Ka ikon, do me thënë. Mos flasim për këto 10 e kupton? Lëri këto. Ardi Gjebrea më ka pëlqyer kur ka kënduar. Aurela Gaçi na adhuroi. Po, këto flasim për kategori. Pra, e do artin. Po, më pëlqen edhe shumë dhe polifonia labe. Unë kam patur fatin të lexoj një ese të çuditshme nga Gjoni. Do aq vëmendje ta lexosh, ta shqipërosh, sa është, nuk e di, kriptogram, një gjë shumë e vështirë për një mendje të pastërvitur në atë lloj stili. Dhe unë e kam përgëzuar, por vërtet ishte diçka
që mua më ka bërë përshtypje. Nuk kam lexuar asnjë shkrim në gjuhën shqip me ato gjëra që ti kishe shkruar. Nuk do ta bëj të qartë, nuk do ta lexoj, nuk do ta citoj. Ndoshta ishte një reflektim, ishte diçka e çuditshme, por mua më ka pëlqyer. Është diçka jashtë njerëzore, do të thosha, për mendjen time, nuk e di mendjet e tjera. Unë do përgëzoj për atë këndvështrimin tënd. Se si shpjegoje ati ato ndjenjat e tua, ato çaste që ke qenë. Të falenderoj një Të lutem. për kritikën e mirë. Unë të kam thënë se si kam shkruar atë, dhe më pëlqen ideja që kam shkruar ashtu dhe prandaj unë nuk e preka fare. Nuk i kam bërë asnjë lloj redaktimi të mënyrës se kishte gabime ortografike dhe unë mundova të rregulloj 1-2 gjëra të vogla, por mua më pëlqen. Unë e lash vetë sepse kisha frikë se mos e prishja. E kupton? Të kam thënë në çfarë gjendje kam shkruar. Mania jote, cila është mania, me çfarë ke manitë tua? Me gjuhën. Me gjuhën, gramatikën. Je i fiksuar me gjuhën shqip apo me gjitha gjuhët? Jo, gramatikën përgjithësi, më kënaq. Sidomos gramatika italiane kështu futem thellë. Ri edhe më qetëson kështu. Sidomos kur e përdor gramatikën si një metaforë. Ju jetoni vetëm apo me prindërit? Me prindërit. Se shumë dëgjoj që jetojnë vetëm për të patur një liri më ndaj vetes, ndaj jetës së tyre. Jam shumë rahat me vetë. Nuk po e vuaj. Si reagojnë prindërit e tu kur i thonë që djali yt kështu, apo se në këtë pikë pas kaq vitesh as e vrasin më mendjen. Nuk e vrasin më sepse më njohin kush jam, më njohin që ato gjëra që bëj unë nuk ose janë gjëra jashtë normales për të më rrezikuar jetën. Breth kur të dua, e din që unë jam një person që nuk kërkoj ndihmë, kjo është e vërtet, unë vuaj nga kjo gjë, unë nuk kam mësuar të kërkoj ndihmë dhe kjo vjen nga që keni gjetur pavarësinë ekonomike, keni arritur në këtë pikë. Jo vetëm kjo. Jo vetëm kjo. Si s'kërkon ndihmë? Për çfarë nuk kërkon ndihmë? Nuk jam mësuar. Jam përpjekur të kërkoj ndihmë në të shkuarën time, sepse kam qenë i bulluar në shkollë, nga 9 vjeçare deri në gjimnaz, dhe e kam shumë vështirë të kërkoj ndihmë sepse kur kam kërkuar ndihmë nuk e kam pasur. Tani nuk u besoj asnjë gjithë vetë. Po kam arritur këtë ashpërsi që unë kur më sulmojnë të tjerë nuk futem në gjendje mbrojtje kështu. Unë do hy në dru. Arrin deri aty. Po. Ke qelluar? Unë sigurisht kam thyer edhe krah të personave. Unë krah hund. Se kështu ta jep përshtypjen që nuk je kaq rebel. Jo, nuk jam. Unë thjesht i palemroj njerëzve, nuk dua t'i bëj keq njerëzve. Ama në momentin që ata e vazhdojnë, nuk mbaj parasysh ku do të gjuaj. Nuk më intereson nëse bie për tokë, nëse shkon në spital, për plas kokën, çfarë do që do, nuk mbaj më përgjegjësi, të kam palemruar. Si thuhet një shprehje në italisht, uomo avvertito mezzo salvato. Dhe unë e pëlqej këtë gjë, me thënë vërtetën. Okej. Kthehemi, bëj një flashback që themi ne përsëri. Ka dhe brenda komunitetit tuaj që nuk janë dakord për martesë. Po, e di këtë. Çfarë do të them për ta? Sepse këtu njerëzit bëhen çik dualistë, gjysma duan, gjysma nuk duan. Këta nuk e kanë atë, ose do të themi, unë do të thosha që shumë e lakojmë dhe e lodhim këtë komunitetin LGBT me këto skepticizme tona. Por dhe të çiftet e rregullta, të themi të drejta, ka njerëz që janë për martesë, janë për bashkëjetesë. Po. Ore lëra ashtu, kush do e bën, kush nuk do e bën. Se bën, kaq, është si puna e cigares. Dakor? Ti do të pi cigare? Do, shkon e blen, nuk do, nuk shkon e blen. Kaq që thjesht, nuk të detyron njëri. Nuk po thot njëri tani foni, shkoj ku martohu tani ti me një burr, sepse na kanë dalë martesat për 2 burra, 2 gra. Nuk të detyron njëri. Edhe nëse je pjesë e komunitetit, nuk të detyron njëri. Dakor? Ama ke lirinë tënde ta bësh. Po. Por dhe nëse kapim një perspektivë tjetër, martesa lidhet gjithmonë edhe me adoptimin e fëmijëve.
tjetër. Ndryshe nga një lidhje civile, që ne i quajmë civil union, dakor? Lidhje civile lejojnë vetëm që të lidhet nga ana ligjore, po pa të drejtë për të adoptuar, martesa të lejon adoptimin. Dhe shumë persona, edhe të komuniteti, nuk e pranojnë martesën sepse kjo do të sillte automatikisht edhe të drejtën për të adoptuar fëmijë. Dhe për këta persona, tani edhe mund të kenë të drejtën e tyre të mendojnë që janë kundër adoptimit e kështu. Çështja është se një pjesë e madhe e komunitetit që ka dalë edhe kundër këtyre komunitetit, kundër idenes të martuarit si liri e të drejtave të barabarta, përpiqet edhe të pëlqejë më shumë të tjerëve, të përshtatet, të uli kokën. Pra, të kafshojnë veten e tyre dhe mos të flasin të kafshojnë gjuhën. Të hysh në një zonë komforti. Po, zonë komforti. Dakor, zonë komforti. Që të mos sulmohen. Në momentin që ti e thua, po më vllai, unë dua dhe martesën, dua dhe të adoptoj dhe fëmijë, dakor, këtu ke më shumë sulme. Nuk ke sulme nëse ti je kundër martesës, nuk ke sulme nëse nuk del në Pride. Nuk ke sulme edhe nëse flet me shokët e tu kundër Pride-it, shokët e tu heteroseksual. Datë kësaj të gjë. Po mirë. Kjo vjen edhe si rezultat i një pakete që ne po na kërkohet për të integruar në Bashkimin Evropian, dhe është një nga kushtet që po vendosin që duhet të bërë dhe kjo. Kështu po na serviret, nuk e di nëse është apo jo, nuk e di, por kështu po serviret, sikur po e kërkon Bashkimi Evropian këtë që heqjen ose vendosjen edhe prindërve njësh apo dysh. Unë kam patur fatin të lexoj, po, nga biologjia. Lexoj biologji, neurologji, psikiatri, sepse më duhen për punën time. Dhe ka libra shkencor po flasim, që tregojnë për natyrën jo vetëm hetero, që kanë kafshët dhe shpezët, të cilët kanë të tilla sjellje homoseksuale. Dhe kafshët, dhe insektet. Dhe kjo nuk më ka çuditur në faqet e para, po ai libër që kam lexuar është rreth 900 faqe, një libër goxha voluminos, dhe unë jam habitur, sepse të gjitha ato që ne i quajmë perversitete, ata i kanë në jetën e tyre të përditshme. Ne kafsh sociale jemi. Dhe kur ja shpjegoj njerëzve, çuditen. Thonë, ç'kan këto që po thua? Unë nuk u them asgjë. U dërgoj librin. Lexoj, them. Unë nuk po interpretoj ato që dua unë, po interpretoj ato që kam lexuar në libra dhe libra shkencore, sepse ata ta japin me fotografi, me vende, me të gjitha këto. Dhe unë vërtet jam surprizuar kur kam lexuar atë libër. Një libër goxha i madh. Ka dhe qindra të tjerë, po unë një gjeta. Dhe duhet të them që ne pak a shumë kërkojmë, na duket civilizim, po në krahun tjetër ne mbartim dhe gene të tilla të botës nga të cila vim, nga bota shtatësore. Shiko, ne pa logjik jemi një shtaz. Nëse do të heqim logjikën tonë, jemi kafsh. Çdo sjellje që bëjmë për të rrequr një partner është tepër instinktive, shtazore, quhet si dush, por nuk është logjike. Neve nuk na pëlqen njerëzit për logjik. Neve përdojmë logjikën se si ta arrijmë atë person, por jo, por dëshirën instinktive nuk e kemi logjike. Jo. Se ti që para të punë nuk do vuanin ca gra nga burra dhunues zgjidhin, po nga dashuria, e mora me dashuri, thotë shpreta, përkohë që ha dru. E shketa grua. Edhe to nuk është logjike dashuria. Nuk është logjike. Po, por ajo është brenda kontekstit moral që ka krijuar shoqëria, ajo ka shkelur konstrukt social. Ka shkelur sinoret tua, ajo është ka marrë burrë. Ky është një konstrukt social. Ajo që ne jetojmë është një konstrukt social. Çfarë do lloj anë politike apo fetare. Është çdo gjë konstrukt social, e kemi bërë ne. Kafshët nuk kanë fe, nuk kanë komunizëm dhe kapitalizëm, nuk i kanë këtë gjëra. Ata kanë thjesht. Ata thjesht bëjnë. Ata thjesht janë. Po. Thjesht bëjnë aty. Mendojnë ata, po, mendojnë në mënyrë tjetër. Sigurisht, mendojnë dhe komunikojnë. Mendojnë, komunikojnë, ndjejnë në mënyrë tjetër.
Se ne jemi monolingual dhe arrim të flasim me njëri tjetrin. Po, edhe unë do doja të flisja me kafshët më mirë se me ta, se me sa njerëz. Do ta plotësojmë këtë të ardhme me teknologji, po se na i shpresë ndoshta një ditë mund të komunikojmë me kafshët. Po, do ishte shumë më mirë se sa me disa njerëz që njoh. Po, e drejtë edhe kjo, pranohet. Por do të thosha, ti ke patur rastin dhe ke miq, jam i sigurt, dhe jashtë shtetit. Sigurisht. Ka që ashpër është dhe atje kjo gjë? Në Itali për shembull, apo në Francë? Është, edhe në Itali. Madje edhe më ashpër. Këtu gjen më pak. Nuk është shqiptare ky fenomen që ne reagojmë në ata them kështu. Fto e ashtu. Shqiptarët të përgjigjen me shumë të fjalën, të flasin. Parole, Parole, thoshte shoqja ime. Tani çështja është nuk bëjnë shqiptarët. Shqiptarët do rinë aty te kafja, e diskutojnë aty te mulliri, te fillimi i rrugës Dibrës, ços bisedas të gjona aty, nga më interesantët. Dakor? Por nuk bëjnë. Nuk kanë si në Itali. Nuk lëvizin. Në Itali, para 2 ditësh një djalë gay i kishin sulmuar. Në Milano është edhe më keq. Dakor? Po, është edhe më keq madje. Neve jemi rahat. Në krahasim me dhunën. Pra, ka reagime të tilla nga njerëz. Më të keq. Shiko Serbin. Serbia është, nëse mos largohemi nga Ballkani, shiko Serbin. Ka pothuajse 10 vite që nuk e realizojnë Pride-in sepse situata është shumë më keq. Kisha është më e fortë. Lë ç'a bëjnë këto Akili dhe shokët e tij që mblidhen për mbrojtjen e familjes tradicionale. Dakor, më le ta mbrojnë, po çështja është nuk po e sulmon kush familjen tradicionale. Nuk po e sulmon njëri që do prishim, duhem të shkatrojmë një. Dhe ti pra të punë. Unë kam patur fatin dhe kam fatin të më vinë dhe njerëz nga komuniteti juaj. Po. Të them të vërtetën, kam patur dhe unë paragjykime. Por duke i njohur, duke kontaktuar, kam lëvizur nga i pozicion që kam patur përpara. Ta them sinqerisht. Dhe nuk i gjykoj ashtu siç kanë qenë. Sepse kam lexuar aq shumë, pastaj, domethënë, më kanë nxitur të lexoj më shumë për atë, sepse më kërkonin përgjigje. Po. Dhe nuk e shikoj me aq fanatizëm. Ndoshta është gabimi im. I përkas një grupi që më shumë i besoj shkencës se sa këtyre televizioneve, propagandës që bëjnë, nuk merrem fare. Po televizioni bën propagandën. Nuk ka tjetër. Okej, unë i respektoj të gjithë. Është detyra ime të respektoj atë klientin që më vjen radh parë. Nuk më intereson fare se çfarë është ai. Dhe unë e shikoj si qenie njerëzore. Por të them të drejtën, më kanë vendosur në pozita shumë të vështira. Më kanë bërë ca pyetje që unë me shumë zor i kam gëlltitur. Dhe kam reflektuar. Dhe unë nuk them kanë të drejtë apo s'kanë të drejtë, sepse nuk kam mund të drejtë të aprovoj ligje apo projekt ligje. Ata e kanë të tjerë, ata që u kanë dhënë votën. Por them që ne, mendimi im, nuk do të shpëtojmë, nëse nuk e bëjmë si vjet, do ta bëjmë vitin tjetër. Miratimin e këtij projekt ligj. Duam s'duam, po jemi në një familje të madhe. Duam s'duam, ne do bëjmë si do gjithë familja, nuk do bëjmë si duam ne. Kështu mendoj. Ne duam s'duam, do i përkasim familjes europiane. Nëse ajo e ka atë, edhe ne do i pranojmë. Duam apo s'duam? Apo jo? Fon, shiko. Të paktën në këto 26 vite të jetësimit që kujtoj, se ato 4 para nuk i kujtoj, mund të them që neve kemi kaq shumë vite që kemi thënë gjithmonë që do e bëjmë edhe këtë për Europën, do bëjmë edhe këtë për Europën, edhe këtë për brensim për Europën. Ora për vete do bëjmë një gjë neve. Çfarë do bëjmë? Fasule. Dakor. Po iku dhe ka fasuleve. Tani po vjen prap. Po pra. Dakor. Por që ka ikur ajo ka. Nuk mendojmë një njerë të bëjmë diçka për një të mirë të përbashkët. Askush nuk kërkon që të hyjë në jetën e tjetrit. Askush për ta thënuar atë. Dhe megjitha, kjo idea e të bërit këtë projekt ligj për Europën. Më fal, ke vende të tjera të Europës që sapo e ndaluan Pride-in, siç është Hungaria. E ndaluan me ligj. Orban
po e konsideron të gjithë lëvizjen pothuajse si Putini, një lëvizje terrorista. Pra nuk mund të themi neve që vetëm se do ta bëjmë këtë për Europën, ore do ta bëjmë për veten një herë, për veten. Pastaj, ore, le ta themi që e bëm këtë ligjin. Unë prapë dyshoj në zbatimin e ligjit. Se ne shikojmë ligjin edhe, janë shumë të bukura. Janë shumë të bukura. Problemi është në zbatimin e tij. Sa është gati shoqëria për ta bërë. Ligji kërkon edhe vullnetin e institucioneve për ta zbatuar këtë, për ta detyruar dhe popullin që ta bëjë këtë, që ta pranojë. Ne jemi të ndërvarur nga ata. Unë në momentin që shkojnë çfarëdo lloj zyre shtetërore, nuk mund të më bëj si do koka ime, por ai thot tani neve nuk e bëjmë më siç e kemi bërë para 5 vitesh, tani e bëjmë kështu, do kalosh nga kjo ana tjetër. Që këtu e ke ndryshimin që vullneti i institucionit sjell në shoqëri. Dakor? Po. Dhe nëse ne kemi ligjin, por mungon vullneti i institucionit, do ta mbajmë në letër. Dakor? Pra duhet të kenë të dyja një të njëjtin. Sigurisht. Sigurisht. Ore edhe në dëshirën apo mundësinë për sepse në Shqipëri ekziston ligji kundër diskriminimit. Ekziston. Ku përfshihet edhe orientimi seksual. Mendo pak ti tani se sa persona janë në gjendje të bëjnë një denoncim. Mund ta bëj unë, që i kam krahët e ngrohta. Në familje, në shoqëri, njoh miq të organizatave që po morën me mua, domethënë vërtet do hash probleme, por ama nëse merresh me një person që nuk i ka krahët e ngrohta, më beso mua, ai nuk ka guxim të shkoj të denoncoj. Sepse do diskriminohen komisariat. Dakor? Mos të them edhe raste. Që ka të tilla thua? Sigurisht që ka raste. Kam qenë unë që kam mbrojtur një shokun tim i cili ka qenë i dënuar dhe unë bashkë me policin e kemi mbrojtur. E kapëm personin. Dhe personi kishte pasur kallëzime që prej 2015-ës. Ne e kapëm në 2022-shën. Si e kapa në mënyrat e mia. Okej. Kështu është kur shikon James Bondit. Okej. Do të kthehemi tek ajo që tham te martesat. Në qoftë se kjo do ta provohet edhe tek ne, që s'është në plan tani për të bërë, nëse do të miratohet martesa. Çfarë është kjo për brezat e rinj? Mundësi, liri. Mundësi. Mundësi që të shprehin. Civilizim? Edhe pjesë e saj. Shiko, të drejtat janë si lastik, mendoj unë. Më shumë hapen, zgjerohen. Dakor? Vetëm se ka diçka që sikurse edhe lastiku mund të kthehet dhe prapë mbrapa. Historia ka treguar këtë, ka pasur periudha të arta, periudha të errëta. Kaq. Mos kemi një periudhë, do ta bëj këtë, një periudhë ashtu siç ka qenë në Greqinë e lashtë apo dhe në Romën e lashtë, që homoseksualiteti nuk ka qenë kaq i dënueshëm, po ka qenë pjesë e moralit asaj kohe. Jo aq e bërtitur, po ka qenë pjesë e moralit. Mos po vjen dhe sërish, mos kemi një kthim të historisë në këtë. Po ndoshta edhe mund të jetë ajo një periudhë e re ku po pastrohemi nga ajo që mesjeta dhe mendimet mesjetare sollën në qytetërimin botror. Mos të kemi stigma. Po, ishte mesjeta, kisha që krijoi gjithë këto mendësi që ne kemi konstruktin tonë social mbi martesën, apo llojin e martesës, e mos flasim për edhe mënyrën se si duhet bëhet seks, sepse seksi duhet bëhet në atë pozicion që të arrihet riprodhimi. Kam lexuar. Pra, domethënë, edhe në këtë detaj, seksi nuk ishte më një kënaqësi, ishte vetëm për riprodhim. E ndoshta kjo periudha ku jemi ne, që kur Nietzsche tha Zoti ka vdekur, edhe deri tani neve po na del ajo, po na del Zoti, edhe po hym në veten tonë edhe po zbatojmë pak këto mbeturinat, le ta themi në kuptimin që na kanë nga periudhat e errëta. Kuptoj. Dhe Zoti Trump
ka dalë dhe ai një kundërshtar ndaj komunitetit tuaj. Dhe ai ngre zërin e tij dhe ka influencë në botë. Mendon që ai do ta përkrajnë shumë shtete dhe do fillojnë të mos u lënë kaq liri sa keni patur dhe mund të ketë një tkurrje? Atëherë, unë do të përgjigjem me një pyetje, kur martesa LGBT në 2016 erdhën në Shtetet e Bashkuara, direkt pas asaj nga Obama erdhi Trumpi, kishte shumë mundësinë që të ishte. Nuk e bëri. Trumpi e di ku më kërkon mua? Kujton pikërisht vitet 70. Mbasi u vu amandmenti parë amerikan për të drejta seksuale, ku bë i famshëm i Stonewall, lëvizja LGBT e viteve 70, erdhi Reagan. Reagan nuk i hoqi të drejtat e grave, nuk i hoqi sërish të drejtën e abortit, nuk bëri një pas me Stonewallin, nuk bëri këtë gjë. Thjesht e la, nuk e favorizoi, por nuk i bëri dëm. Pastaj ka bërë dëmet e veta, sigurisht ka dëme në mendësi, si ka dëme tjera, por nuk vajtja e thellë. Problemi Trumpi në krahasim me Reagan ose një çik më në nivel intelektual më kështu, pak më pak. Nëse do flasim për nivel intelektual, Reagan ishte një çik më rregull në nivel intelektual. Do ta mbyll. Reagan kishte pak logjik. Trump shkon me ndjenjen. Unë do ta mbyll me një pyetje, po e dua të shkurtër përgjigjen. Po. Nëse ju nesër pas nesër, nuk di lidhjen tuaj, do të gjeni një partner, do doje të martoheshe? Po. Po, e pranoj. Po. Duhet të kaloj disa filtra përpara se të mbini në martesë, por po. Me këtë përgjigje të Gjoni do e mbyllim këtë podcast. Nuk i ndalojmë njerëzit të bëjnë atë që duan, por kur ajo bëhet ligjore është tjetër gjë. Miq, ju falenderoj për vëmendjen. Miru takofshim në podcaste të tjera. Faleminderit, Gjon, që të Faleminderit gjithëmi.